I ftuar në konferencën e partive popullore evropiane që po mbahet në Valencia të Spanjës, Sali Berisha sulmoi kryeministrin Edi Rama duke deklaruar se ka ndërtuar një narkoshtet që e mban në kontroll me mafian. Shqipëria sot është i pari dhe i vetmi narkoshtet në Europë, ku të gjitha pushtetet ndodhen në duart të një njeriu të vetëm. Sikurse e kanë vërejtur edhe bashkuesit ndërkombëtar nëpërmjet një bote të blerë nga mafia dhe ndaj frikësimit si një makineri e madhe, ai ka vënë në kontroll të plotë vullnetin e qytetarëve dhe i ka kthyer zgjedhjet në një fasadë. Shefi Selis Blu shpreh se Rama ka ngritur edhe një institucion i cili kontrollon krimin e organizuar për të qenë në shërbim të tij. Në kryeministri ndodhet një këshilltar, detyra e të cilit është të koordinojë punën e organizatave kriminale, duke nisur nga karteli i Sinaloas deri tek vëllezrit gangster brenda vendit. Berisha solli përpara funksionarëve europian çështjen me Gonigal. Narkodiktatori i Tiranës i dha ryshfet shefit të kundërintelegencës me Gonigal për të punuar kundër opozitës shqiptare. Ai i siguroi atij $225,000, por ju siguroi se nuk ishte i vetmi i cili mori ryshfet për të punuar kundër opozitës. Kryedemokrati kërkoi mbështetjen e PPE-s për zgjedhjet e 11 majit. Me ndihmën tuaj të dashur miq, unë ju siguroj se Partia Demokratike e Shqipërisë, e cila rrëzoi para 32 vitesh diktaturën më staliniste të Evropës, do të rrëzojë gjithashtu edhe diktaturën e parë të narkoshtetit dhe të vetmen në Evropë, atë të Edi Ramës.